Videoklipi I vitit Adelina Ismaili. We think we're heroes, we think we're kings, we plan all kinds of fabulous things. Oh, look how great we have become. In the door, the moments is on the floor. Before my bag hits the floor, my soul will choose much up and sweet for a kiss and a story never Unë me të vërtet, sinqerisht kjo është, më falni, nuk ka ndodhë me marrë shpërblim njeriu edhe mos me qenë emocionum, posaçërisht kur jenë këtë mes këtu. Kisha pas dëshirë se edhe unë si Genci, pavarësisht se na mote kemi kriju koalicionin, kom dëshirë me folë, pak disa fjalë. Gjithë e dim që këto drasa janë të shejta, dhe ai videoklip I cili sonte u shpërbly dhe jam pafundësisht e lumtur, ka qenë një ide faktikisht e kopjuar, ndoshta. Ne kemi një madhështi, kemi një legjend gjallë dhe jemi me fat si popull, si komb, kisha me thonë, që në mesin ton jetojnë ende legjendat e gjalla cilat a kanë aktruar, kanë kënduar ashtu siç nuk këndon kush do të më në botë. Kanë qenë dhe janë të parritshme. Unë po e shfrytëzoj rastin tash si qërshim mbi tort, kisha me thonë këtë organizim bukur I cili nuk ndodhi në Prishtinë, po në Gjilan, dhe si individ, si Adelin, jam shumë e lumtur që po ndodhi në Gjilan, që t'ju tregoj faktikisht që kënga ime e bazuar mbi këngën folklorike shqiptare, një videoklip I bazuar në aktrim, në stile të ndryshme, ka qenë një tentim I vogël që t'i ngjaj asaj legjendës gjallë, skenës, prapaskenës, të kulturës mbar shqiptare, zonjës afër cilës pata fatin të ri sonte dhe kam pas fatin ta nja dhe t'ja prek e t'ja put dorën këtë jetë legjenda e gjallë. Nexhmije Pagarusha. Jam me fat që një, ju falenderoj gjithë dhe për këtë shpërblim, faleminderit, është një klip që jam munduar të realizoj, nëse ja kam arritur atëherë, ky çmim I dedikohet edhe një herë, do të mundohem t'i përmbledh gjitha me një fjalit vetme, edhe pse kom vështirë. Nanës time mas pare e cila më ka bind, që të kthehem me një klip dhe familjes time, menaxherit tim, që e ka rikthy një Adelin në skenë dhe njetë, fansave të mi, klubit fansave në diaspor, në Malin e Zi, në Kosovë dhe në Shqipni, faleminderit shumë, por do të thosha, po e përsëris edhe njëherë, mësë shumë t'i kolegëve të mi, edhe atyre që më pëlqenjë, edhe atyre që s'më pëlqenjë se është nderë me qenë pjesë e juja, edhe këto durët e mia që po dridhen po tregojnë që nuk jom t'i rajt. Jo tash. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Edhe njerë po e them pata nderim, t'jem pjesë, me qenë në zhurma show ka qenë gjithmonë kënaqësi. Tash po e përjetojmë si ngjarje e vërtet kulturore cila e ka peshën edhe madhështinë e vet. Ju faleminderit gjithë atyre që na kanë mundësu të jemi pjesë e kësaj madhështie. Faleminderit Toni, faleminderit gjithëve, faleminderit. Faleminderit shumë.